8 hapa për të shëruar marrëdhëniet e çara me familjen. Mirë se vini në videon tonë të sotme, ku do të trajtojmë një temë që prek zemrat e shumë njerëzve, si të shërojmë marrëdhëniet e çara me fëmijët tanë të rritur dhe prindërit. Imagjinoni të merrni një email nga vajza juaj që thotë se po ju heq nga jeta e saj, ose kur fëmijët tuaj nuk u përgjigjen mesazheve, madje as pas ngjarjeve të rëndësishme si vdekja e gjyshes së tyre. Ndoshta nuk keni folur me baban tuaj për 2 vite dhe nuk keni parë nënën tuaj që nga viti i kaluar. Këto situata janë të dhimbshme, por shpresa ekziston. Sot, bazuar në këshillat e studiuesve dhe parimeve psikologjike, do t'ju jap 8 hapa praktik për të rindërtuar këto lidhje familjare. Le të nisim. 1. Hapni zemrën për të dëgjuar. Për të shëruar një marrëdhënie të qartë, filloni duke treguar empati dhe duke hapur një rrugë komunikimi. Sipas studiuesve, rindërtimi i marrëdhënieve fillon duke i ftuar personin tjetër të ndajë ndjenjat pa frikën e gjykimit. Për shembull, nëse vajza juaj ka ndërprer kontaktet, mund t'i dërgoni një mesazh si: "E dashur bija ime, më mungon shumë dhe e vlerësoj lidhjen tonë. Më vjen keq për çdo dhimbje që mund të të kem shkaktuar. Do të doja të dëgjoja këndvështrimin tënd për atë që ka ndodhur mes nesh. Të premtoj se do të dëgjoj pa të ndërprer ose mbrojtur veten. A je e hapur për të biseduar, qoftë me telefon, takim, apo në çfarëdo mënyre që ndihesh rehat?" Ky mesazh tregon se jeni gati të dëgjoni dhe të merrni përgjegjësi për pjesën tuaj. Për prindërit tuaj mund të përdorni një qasje të ngjashme, duke treguar respekt për historinë tuaj të përbashkët. "I dashur baba, kam reflektuar për marrëdhënien tonë dhe e di që ka kaluar kohë pa folur. Do të doja të rindërtojmë lidhjen tonë dhe të kuptoj se çfarë ndjen ti. A mund të gjejmë një kohë për të biseduar?" Kjo qasje hap një orë komunikimi pa presion. Empatia është qelësi për të ulur barierat emocionale dhe për të treguar se vlerësoni ndjenjat e tyre. 2. Vlerësoni dhimbjen e tyre pa u mbrojtur. Kur përpiqeni të shëroni një marrëdhënie, siç është ajo me vajzën tuaj që ju ka ndërprer, pranoni dhimbjen e saj pa u përpjekur të justifikoni veprimet tuaja menjëherë. Studiuesit sugjerojnë që nëse personi tjetër pranon të flasë, t'i lini të shprehin plotësisht ndjenjat e tyre. Për shembull, nëse vajza juaj ndan se ndihet e lënduar nga diçka që keni bërë gjatë martesës ose divorcit, dëgjoni me vëmendje dhe, nëse është e mundur, mbani shënime për të treguar se po e merrni seriozisht. Mund të thuash: "Faleminderit që ndave këtë me mua. Më ndihmon të kuptoj se si je ndjer. A ka diçka tjetër që do të doja të di?" Kjo tregon se po jepni përparësi ndjenjave të saj mbi nevojën tuaj për t'u mbrojtur. Kjo qasje ndihmon në ndërtimin e besimit, sepse tregon se jeni të gatshëm të merrni përgjegjësi për gabimet tuaja. Edhe nëse nuk pajtoheni plotësisht me këndvështrimin e tyre, qëllimi është të krijoni një hapësirë të sigurt për dialog të sinqertë. 3. Jepuni hapësirë dhe kohë. Nëse fëmijët tuaj nuk u janë përgjigjur mesazheve, siç ndodhi kur u përpoqët të kontaktonit për vdekjen e gjyshes së tyre, kjo mund të tregojë se ata kanë nevojë për më shumë hapësirë ose kohë. Respektoni kufitë e tyre duke vazhduar të dërgoni mesazhe të buta dhe jo kërkuese, ndoshta çdo disa muaj. Për shembull: "Sot po mendoja për ty dhe doja të të thoja se të dua. Jam këtu kur të jesh gati të flasësh." Kjo tregon dashuri pa i bërë presion. Po kështu, me prindërit tuaj mund të dërgoni një kartolinë ose një mesazh të shkurtër për të treguar se kujdeseni, pa pritur domosdoshmërisht një përgjigje të menjëhershme. Respektimi i ritmit të tyre tregon pjekuri emocionale dhe rrit shanset për një lidhje të ardhshme. 4. Reflektoni dhe përmirësohuni. Për të shëruar marrëdhëniet, reflektoni mbi rolin tuaj në prishjen e tyre. Studiuesit theksojnë se prindërit shpesh kontribuojnë në largimin e fëmijëve, qoftë duke qenë shumë kontrollues, duke mos vendosur kufi të qartë, apo duke mos treguar mjaftueshëm dashuri dhe të vërtetë të integruar. Pyesni veten: a kam qenë ndoshta shumë i ashpër ose shumë i butë me fëmijët e mi? A ka pasur konflikte gjatë divorcit tim që mund të kenë ndikuar te vajza ime? Çfarë mund të kem bërë që ka çuar në distancën me prindërit e mi? Nëse identifikoni gabime specifike, pranojini ato në komunikimet tuaja. Për shembull: "Kam kuptuar se ndoshta nuk kam qenë gjithmonë dëgjuesi më i mirë kur ishe më e vogël dhe dua të ndryshoj këtë. Jam duke punuar me veten për të qenë më i pranishëm dhe i hapur." Bëni ndryshime konkrete, si përmirësimi i aftësive të komunikimit ose menaxhimi i emocioneve, dhe tregojini këto ndryshime kur të keni mundësi të flisni me ta. Ky hap tregon se jeni të përkushtuar për të qenë një version më i mirë i vetes. 5. Kërkoni forcë nga mbështetja. Prishja e lidhjeve emocionale mund të jetë një barë e rëndë emocionale. Kur vajza juaj ju thotë se po ju heq nga jeta e saj, ose kur fëmijët dhe prindërit tuaj nuk u përgjigjen, mund të ndiheni të pafuqishëm, të trishtuar, apo edhe të dështuar si prind ose fëmijë. Kjo dhimbje mund t'ju shtyjë të përsërisni përpjekje të pasuksesshme, si të dërgoni mesazhe të njëpasnjeshme pa përgjigje, që mund t'ju lënë të ndiheni edhe më keq.
Për të menaxhuar këtë dhimbje dhe për të zhvilluar strategji më efektive, është jetike të kërkoni mbështetje nga të tjerët. Pse është e rëndësishme mbështetja? Mbështetja ju ndihmon të përpunoni ndjenjat tuaja, të shihni situatën nga një këndvështrim i ri dhe të qëndroni të fortë emocionalisht. Për shembull, imagjinoni të ndiheni të dërmuar pas një mesazhi të dërguar vajzës suaj që mbetet pa përgjigje. Një mik i besuar ose këshilltar mund t'ju ndihmojë të kuptoni se kjo nuk reflekton vlerën tuaj si prind, por mund të jetë një shenjë se vajza juaj po përballet me sfidat e saj emocionale. Si ta gjeni mbështetjen? Këshilltar profesional, një terapist mund t'ju ndihmojë të eksploroni ndjenjat tuaja dhe të zhvilloni strategji komunikimi. Për shembull, mund të mësoni si të përgatisni një bisedë të vështirë me vajzën tuaj, duke parashikuar reagimet e saj dhe duke u përgatitur për to emocionalisht. Mik i besuar, flisni me një mik që ju njeh mirë dhe mund t'ju dëgjojë pa gjykuar. Për shembull, mund të ndani se ndiheni fajtor për distancën me prindërit tuaj dhe të kërkoni këshilla për hapat e ardhshëm. Grup mbështetës, bashkohuni me një grup prindërish ose individësh që përballen me estrangim familjar. Këto grupe ofrojnë një hapësirë të sigurt për të ndarë përvojat dhe për të mësuar nga të tjerët. Shembull praktik, le të themi se keni dërguar një letër vajzës suaj dhe ajo nuk përgjigjet, duke ju lënë të ndiheni të refuzuar. Në vend që të vazhdoni të dërgoni mesazhe nga dëshpërimi, flisni me një këshilltar ose mik. Ata mund t'ju ndihmojnë të riformuloni mesazhin tuaj për ta bërë më të butë, ose t'ju këshillojnë të prisni disa muaj përpara se të provoni përsëri. Kjo mbështetje ju ndihmon të shmangni shpresën mbrojtëse idenë e përsëritjes së të njëjtave veprime duke shpresuar për një rezultat të ndryshëm. Si t'ia dini emocionalisht? Përveç kërkimit të mbështetjes, praktikoni kujdesin ndaj vetes. Kaloni kohë duke bërë aktivitete që ju qetësojnë, si shëtitje, lexim ose meditim. Këto ju ndihmojnë të qëndroni të qëndrueshëm ndërsa prisni për përparim në marrëdhëniet tuaja. Mbështetja dhe kujdesi ndaj vetes janë si një spirancë që ju mban të fortë gjatë stuhive emocionale të prishjes së lidhjeve emocionale. 6. Mbroni mirëqenien tuaj me kufi. Ndërsa përpiqeni të shëroni marrëdhëniet familjare, është thelbësore të mbroni mirëqenien tuaj emocionale. Kufit e shëndetshëm, siç përshkruhen në parimet psikologjike, përfshin balancimin e dashurisë me të vërtetën dhe lejimin e personave të tjerë të bëjnë zgjedhjet e tyre pa e marrë refuzimin personalisht. Prishja e lidhjeve emocionale mund të jetë veçanërisht i vështirë kur përpjekjet tuaja, si dërgimi i mesazheve për vdekjen e gjyshes, mbeten pa përgjigje. Këtu hyn në lojë kufit për të mbrojtur zemrën tuaj. Çfarë do të thotë të vendosësh kufi të shëndetshëm? Kufit e shëndetshëm do të thotë të tregoni dashuri pa u përpjekur të kontrolloni reagimet e të tjerëve. Për shembull, mund të dërgoni një mesazh vajzës suaj për të shprehur dashurinë tuaj, por nëse ajo nuk përgjigjet, pranoni zgjedhjen e saj pa u zhytur në faj ose dëshpërim. Kjo nuk do të thotë të hiqni dorë nga marrëdhënia, por të respektoni autonominë e saj ndërsa mbroni paqen tuaj të brendshme. Si të vendosni kufi në praktik? Pranoni kufizimet tuaja. Ju mund të tregoni dashuri dhe të jeni të hapur për dialog, por nuk mund të detyroni dikë të flasë me ju. Për shembull, nëse prindërit tuaj nuk u përgjigjen përpjekjeve tuaja, pranoni që zgjedhja e tyre është jashtë kontrollit tuaj. Menaxhoni pritshmëritë, mos prisni rezultate të menjëhershme. Vendosni një kufi emocional duke i thënë vetes, unë kam bërë atë që mundem me dashuri dhe sinqeritet. Tani do të pres me durim. Shmangni vetfajsimin, nëse fëmijët ose prindërit tuaj ju refuzojnë, mos e interpretoni si një dështim personal. Për shembull, vajza juaj mund të jetë duke përpunuar dhimbjen e saj nga divorci dhe distanca e saj mund të mos ketë të bëjë fare me vlerën tuaj. Vendosni kufi kohor, për të shmangur lodhjen emocionale, vendosni një ritëm për përpjekjet tuaja. Për shembull, në vend që të dërgoni mesazhe çdo javë, provoni çdo 3 muaj për të dhënë hapësirë dhe për të mbrojtur energjinë tuaj. Shembull praktik, supozoni se i dërgoni një letër nënës suaj për të shprehur dëshirën për të rindërtuar marrëdhënien, por ajo nuk përgjigjet. Në vend që të ndiheni të refuzuar dhe të dërgoni letra të tjera nga dëshpërimi, vendosni një kufi, unë tregova dashurinë time dhe jam i hapur për të folur kur ajo të jetë gati. Tani do të përqendrohem te mirëqenia ime dhe do të provoj përsëri pas 6 muajsh. Pastaj, kaloni kohë me aktivitete që ju japin gëzim, si leximi ose koha me miq për të mbajtur ekuilibrin emocional. Pse është e rëndësishme kjo? Pa kufi të shëndetshëm, mund të bini në grackën e përpjekjes për të rregulluar marrëdhënien me çdo kusht, duke humbur veten në proces. Kufit ju ndihmojnë të qëndroni të dashur dhe të hapur, por gjithashtu të mbroni veten nga zhgënjimet e përsëritura. Siç u diskutuan nga studiuesit, kjo qasje pasqyron idenë e lënies së kontrollit dhe besimit në procesin e shërimit, duke e lënë rezultatin në duart e kohës dhe gatishmërisë së palës tjetër. 7. Eksploroni rrënjët e dinamikave familjare. Në rastin tuaj, ku keni prishje të lidhjeve emocionale me vajzën, fëmijët dhe prindërit, mund të ketë modele më të thella familjare që meritojnë eksplorim.
Për shembull, nëse keni diskutuar më parë për konceptin e hijes së Jungut, kjo mund të tregojë se plagët emocionale të pazgjidhura nga fëmijëria juaj ose dinamikat familjare mund të kenë ndikuar në këto prishje. Një terapist mund t'ju ndihmojë të eksploroni këto modele dhe të kuptoni se si ato mund të kenë ndikuar në marrëdhëniet tuaja. Për shembull, nëse keni pasur një fëmijë sfiduese, mund të keni zhvilluar zakone komunikimi që pa dashje i kanë larguar të tjerët. Të kuptuarit e këtyre modeleve mund t'ju ndihmojë të ndërmerrni hapa më të vetëdijshëm për shërim. 8. Qëndroni të shpresuar dhe të palëkundur. Studiuesit theksojnë se edhe në mes të rebelimit ose distancës, shumica e fëmijëve dhe anëtarëve të familjes kanë një pjesë të tyre që ende dëshiron lidhje. Mbani mend këtë ndërsa lundroni në procesin e ngadaltë të rindërtimit. Ndryshimi mund të mos ndodhë shpejt, por përpjekjet e vazhdueshme dhe të dashura mund të zbusin zemrat me kalimin e kohës. Vazhdoni të tregoni dashuri dhe hapje, edhe nëse përgjigjet janë të ngadalta ose as pak të pranishme. Përfundim dhe thirrje për veprim. Shërimi i marrëdhënieve të çara familjare është një udhëtim i gjatë, por me empati, durim dhe kufi të shëndetshëm mund të ndërtoni ura drejt pajtimit. Provoni këto hapa praktik, shkruani një letër të sinqertë për vajzën, fëmijët ose prindërit tuaj duke shprehur dashurinë dhe gatishmërinë për të dëgjuar. Konsideroni përfshirjen e një personi të tretë neutral si një mik i përbashkët për të lehtësuar komunikimin. Për të mësuar më shumë rreth kufive të shëndetshëm, kërkoni këshillim për të punuar me veten dhe për të forcuar aftësitë tuaja emocionale. Nëse jeni të prirur shpirtërisht, lutuni për mençuri dhe durim. Çdo hap që bëni me dashuri dhe sinqeritet është një hap drejt shërimit. Thirrje për veprim. A keni përjetuar prishje të lidhjeve emocionale me familjen tuaj? Ndani historinë tuaj në komente, mund të ndihmoj të tjerët që ndihen njësoj. Abonohuni në kanal për më shumë këshilla mbi marrëdhëniet dhe familjen dhe na tregoni se cilin hap do të provoni i pari.